Këtu do duhet të pritën duart këtij njeriu në mënyrë ligjore. Pra përballja me përgjegjësinë penale nesër. Absolutisht. Dhe çfarë ndodhi? Janë ekspozuar edhe më herët. Ka patur një rast në Lezhë, nuk e di, para 2 legjislaturash, që shkon kandidati i PS dhe kandidati i PD-s, kishin sjell me foto karta identiteti të tërë njerëzve që ishin jashtë shtetit, emigrant, që s'kishin ardhur për të votuar, thjesht kishin sjell kartën me fotografi, dhe u ulën aty para komisionit, u morën vesh, i plotësuan fletat e votimit për gjithë ata që kishin sjell kartët, kyt vetët, edhe i futën i mbushën në kutit. Rezultoi që këta s'kishin ardhur, rezultoi se si ishte votu, u dënuan me na 2-3 muaj, pastaj i çuan shërbim prove dhe mbaroi historia. Pra nëse nuk do vihet dorë ligjërisht mbi këtë proces për të mbyllur një kapitull, për të mbyllur një kapitull. Do të jetë cikël i përsëritshëm, ndoshta edhe në Diela ka dhe mbikëqyrjen e manipulimit. Pra ka një element ndjes sami. Pra të dielën është mbikëqyrja e manipulimit e gjithë administrata. Unë kam qenë në të gjithë qendrat, në shumicën le të themi, 90% e qendrave të votimit fizikisht. Si bëhet mbikëqyrja e manipulimit? Janë gjithë patronazhistë administrata te dera. Kjo distanca 150 metra është shumë e mirë teorikisht, por pra edhe janë gjithë ato me laps, me kompjuter, me laptop, me çdo gjë, gati erdhi, telefonoj, vjerrësh, krushkut, motrës, vllajt, në Amerikë, në Evropë, ku do qoftë. I bëjnë gjëmën derisa ta detyrojnë ato. Por e ke pas njerëz nga 90 vjeç që i merreshin me karroca shkojnë të votojnë. Është llogaritur ai. Është projeksioni kaq. Ka dhe nga ato që kanë paguar dhe shkojnë e shohin pastaj u del rezultati i financimit, por kjo mbikëqyrje e administratës në mënyrë qelizore, kapilare, është e diela. Të dielën ato i ke aty ke dera, nuk lëvizej nga mjesi ndark. Kam shkuar për qendra votimi me kolegë dhe miq të Partisë Demokratike, sa afroheshin me largoheshin. Po ne duhet të bëshim gjithë në taksi në qendra votimi, sigurisht që duhet bër, por nuk është kjo historia e procesit. Ne trimroje për të ruajtur ata zotëritë atje se shkojnë. Dikush i shkon te shtëpia, dikush shkon te puna. Dikush i shkon tek i afër, tjetri për tek kutia e votimit. Tu ka një ushtri. I bie që ju të rini roje për rojet. Rojet kushiruan është problemi. Këtu ka një gjë thelbësore. Dhe në qoftë se deri tani po flasim për një komisioner i cili me vetdije ka bërë një gjë këtu dhe kjo është shkelje ligji, në këtë proces është vështirë për të kuptuar se ku është shkelja ligjit dhe ku është vullneti i këtij individi. Unë po përpiqem tani të bëj avokatin e këtyre. A do duhet të ndalojmë dhe të analizojmë këtë vijë ndarëse mes manipulimit teknik të mundshëm dhe gabimit njerëzor? Çdo parti politike ka një listë me njerëz të cilat i konsideron votat sigurta. Kjo është normale. Pra, një kandidat kur futet në garë, pyetja e parë që bën, kë kam mbështetës të mi. Nuk do bëj një listë. Njerëzit e mi, farefisi, krushqia, shok, miq dhe them, ky ma jep votën, ky s'ma jep. Do bëj një listë, kuptoj ku jam unë. Bën sondazhe sa më mbështesin, sa nuk më mbështesin. Po deri këtu jemi në suazat e normalitetit. Vjen ditën e votimit. Ky njeriu që në çdo vend quhet vullnetar, unë këtë lloj vullnetari, pra këtë patronazhistin, po tani do them se ku ndryshon patronazhisti nga vullnetari, e kam gjetur në radhët e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Ky vullnetari qëndronte vërtet ke ajo qendra votimit, deri aty ku ja lejonte ligji, dhe kishte listën. Dhe numëronte ata persona që ishin votë sigurt për partinë e tij. Dhe kush nuk ka ardhur? S'ka ardhur Afrimi, s'ka ardhur Mentori, s'ka ardhur Basiri. Po e telefononte. Zotëri, ti e di ku e ke qendrën e votimit, e di adresën, ke nevojë për transport, të tregojnë se ku mund të marrësh një taksi për të ardhur, di të votosh. Po, edhe atë njeriu me karrocë e shoqëron për ta ndihmuar për të ardhur për të votuar. Nuk është kjo. Nuk është voluntarizmi. Ku është diferenca? Tani ku është diferenca? Punojës e administratës në le ta mbaroj pra tash. Në distancën e ndaluar. Tani ku është ndryshimi? Ky njeriu quhet vullnetar. Dhe luma ajo parti që e ka ngritur këtë lloj rrjeti bashkëpunëtorësh për të marrë dhe për të çuar në kuti çdo vot të sigurt të vetën. Tani Edi Rama po ju thotë kam unë. Edhe ku është diferenca? Diferenca është që ky vullnetari paguhet me lekët administratës, sepse ky punon për partinë, do është i regjistruar. Ky punon në administratë. Ke X institucion, edhe nuk është punonjës fare, ka po është edhe në kurbet edhe është, ka edhe ashtu, po.